Një grop e madhe hapur prej vitesh në lagjen Partizani është ndëruar në një problem serioz mjedisor dhe shëndetësor për banorët e zonës. Dikur në këtë vend ndodhej godina e Kimas, por sot ajo hapësirë është kthyer në një vatër ndotje dhe rreziku të përhershëm. Në vend të një ndërtese funksionale, sot shihen vetëm mbeturina të hedhura, kallamishte që kanë mbuluar terrenin dhe ujëra të ndenjura që përhapin erë të rëndë. Situata është aq alarmante sa banorët e përshkruajnë atë si një kënet në mes të qytetit. Përveç ndotjes vizuale dhe mjedisore, gropa është kthyer në strep për insekte, brejtës dhe mushkonja, duke u bërë një burim i mundshëm infeksionesh. Godina ish kinema Lidemit prej vitesh është shembur, por prej 20 vitesh apo edhe më shumë situata këtu mbetet e njëjtë, sikundër ndishti nga pamjet pasmeje. Një grop e cila është ndruar në një vend për depozitimin e mbetjeve urbane, por edhe një territor me kallamishte dhe me lloj-lloj papastërtish që për banorët e lagjes Alidemi përbën një shqetësim shumë të madh për sëmundje infektive, por edhe për shkak të insekteve që këtu gjenden. Duhen marrë masa nga bashkia për të zgjidhur këtë situatë, për të mos u lënë në këtë gjendje dhe për të mos prishur edhe imazhin viziv në këtë territor, të paktën të mbulohet si grop apo edhe të rrethohet me qëllim që të mos ketë kontakte me qytetarët dhe banorët e kësaj zone për shkak se mbetet një rrezik i hapur. Por kjo situatë mbetet probleme edhe për fëmijët e kësaj zone, të cilët në vend të fushave sportive do duhet të përballen me këtë pamje as pak të hishme dhe mbi të gjitha rrezik edhe për jetën e tyre, pasi poshtë ka një thellësi të konsiderueshme ku ata edhe mund të aksidentohen. Banorët i kanë bërë thirrje disa herë autoriteteve vendore për të ndërhyrë, qoftë për ta mbushur dhe rrethuar zonën ose për të marrë masa të përkohshme që të shmangin përhapjen e ndotjes. Ndërkohë, edhe pse sipërfaqja mund të jetë në pronësi private, autoritetet vendore kanë detyrimin të ndërhyjnë në raste të tilla për të garantuar sigurinë publike dhe mbrojtjen e mjedisit. Gropa ndodhet vetëm pak metra larg disa pallateve të banuara dhe bus rrugës kryesore, çka e shton më tej rrezikun për aksidente apo pasoja të tjera. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të reagojnë menjëherë përpara se kjo vatër ndotje të kthehet në një burim sëmundjesh dhe rreziku të përhershëm për komunitetin.